Lajme sportive në Radio Spektrum. Trajneri i kombëtares shqiptare Gianni De Biasi ka deklaruar se skuadra e tij do të kërkojë vetëm fitoren në përballjen ndaj Portugalisë në kuadër të eliminatorëve për Euro 2016. Sonte në orën 20:45 në Elbasan Arena, ku qezint janë pritësit e Portugalisë në kuadër të Giros së 7 të grupit I. Strategu italian beson të fitoria që sipas tij është parsore për ekipin. Ne nuk do të luajmë për barazim, por për fitore, ka thënë De Biasi në konferencën për mediat. Rikujtojmë se kuqezinjtë regjistruan fitore në takimin e parë në Portugali me golin e Bekim Balajt. Edhe pse vëmendja të gjithë shqiptarëve është e përqendruar te ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Portugalisë, për kombëtarin kuqezi ka rëndësi edhe dueli ndërmjet Armenisë dhe Danimarkës. Sfida në Yerevan zhvillohet në orën 18, prandaj shqiptarët këtë radhë do të bëjnë tifo për armenat në mënyrë që nordikët të mos dalin me pikë të plota nga ai duel. Shqipëria dhe Danimarka kanë pikë të barabarta në grupin I nga 11 pikë, por kombëtarja jon ka një ndeshje më pak të zhvilluar. Një humbje apo barazimi danezëve do t'i shtonte akoma më shumë gjaset e kuqezinjve për kualifikim direkt në Euro 2016. Sulmuesi i kombëtares shqiptare Shkëlzen Gashi ka thënë se ai dhe bashkëlojtarët e tij do të japin gjithçka për të mposhtur Portugalinë, duke pranuar se do të jetë përballje shumë e vështirë. 27 vjeçari thotë se i di kualitetet e lojtarëve të Portugalisë, por kuqezinjtë do të japin gjithçka nga vetja për të siguruar fitoren e radhës. Në takimin ndaj Danimarkës ai luajti si ansor, por kjo duket se nuk e shqetëson lojtarin e Bazelit, pasi më e rëndësishme është fitoria e kombëtares. Është një përballje e vështirë, por do të japim më të mirën tonë. Nuk ka rëndësi në ç'pozicion luaj, do të jap maksimumin, ka shtuar ai. Trajneri i Portugalisë Fernando Santos ka folur para gazetarëve në konferencën për shtyp në Tiranë. Ai ka vlerësuar lart kombëtarin e Shqipërisë, e cila po korr suksese në drejtimin e Gianni De Biasit, por ka thënë se kërkon vetëm fitore. Askush nuk duhet të ketë dyshime se do të hasim shumë vështirësi. Duhet të kemi parasysh që Shqipëria nuk është një skuadër e lehtë. Nëse duam të fitojmë, është e nevojshme që të jemi agresiv, dinamik, të tregojmë dëshirë në fushë dhe të shfrytëzojmë rastet. Kualiteti ynë mund të bëjë diferencën. Futbollisti portugez Ricardo Quaresma ka folur para ndeshjes ndaj kuqezinjve, të cilët i konsideron kundërshtar të rrezikshëm. Ai është i vetëdijshëm se Shqipëria nuk ka humbje në grupin I, ndërsa si armë më të fortë të shqiptarëve ka përmendur kundër sulmin. Shqipëria ka një ekip të fortë me shpirt gare ku mund të veçojë kundër sulmin. Kundërshtari nuk ka asnjë humbje në këto kualifikuese, por shpresoj që të jetë e para për ne, ka deklaruar mesfushori i Beshiktasit. Portugalia është vetëm një pikë larg Shqipërisë dhe të dy ekipet kanë nga një ndeshje më pak se rivalët. Kujtojmë që kombëtarja jone të Portugalinë në takimin e parë. Përfaqësuesi i Italisë ka regjistruar fitore minimale përballë Bullgarisë 1-0 në ndeshjen kualifikuese për kampionatin e ardhshëm evropian. Azzurët krijuan epërsi të hershme me golin e Daniele De Rosit, të shënuar nga pika e bardhë në minutën e 6 dhe ky rezultat nuk u ndryshua. 10 minuta brenda pjesës së dytë, gjyqtari e ndëshkoi me karton të kuq golshënuesin, duke e lënë Italinë me 10 lojtar. Një minutë më vonë u përjashtua edhe Ilian Michanski dhe forcat numerike u barazuan. Të zgjedhurit e Antonio Conte se mbrojtën epërsin deri në fund të takimit për të argëtuar pikë të plota. Italia ka 18 pikë pas 8 gjirosh dhe është në krye të grupit H, me 3 pikë më shumë se Norvegjia që pozicionohet në vend të dytë. Manchester United do të kërkojë sërish ansorin e Real Madridit Gareth Bale në verën e ardhshme. The Telegraph raporton se djajt e kuq nuk janë dorëzuar për Walesianin dhe nuk mendojnë se problemet në transferimin e David De Geas drejt Santiago Bernabeu mund të ndikojnë negativisht në raportet mes dy klubeve. 26 vjeçari kërkuan nga United në fillim të afatit kalimtar veror, por Rafa Benitez vendosi ta mbante në skuadër për ta provuar këtë edicion më të avancuar në sulm së bashku me Cristiano Ronaldo. Sidoqoftë, në rast se Bale dështon të tregojë pritshmëritë këtë sezon, atëherë Reali do ta shes në verën e ardhshme dhe United do të jetë duke pritur. Luis Saha beson se transferimi i ri i Manchester United Anthony Martial mund të arrijë nivelin e Thierry Henry në Old Trafford. 19 vjeçari ka luajtur djajt e kuq për një shumë që mund të arrijë deri në 58 milion funte, ndërkohë që shumë kush e ka vënë në pikpyetje këtë vendim të klubit anglez për të shpenzuar aq shumë para për francezin. Ai ka shpejtësinë, fuqinë e ka rinin, prandaj do t'i befasojë shumë mbrojtësit sepse nuk e njohin. Është një aset i shkëlqyer për Manchester United dhe është tipi i lojtarit që u nevojitet, sepse në sulm shpeshherë u mungon shpejtësia. Në Francë ne e quajmë Thierry Henry i ardhshëm, sepse mund të luajë edhe në të majt edhe në të djathtë. Ka aftësi të shkëlqyera me top, mund t'i kalojë me lehtësi 3 apo 4 lojtar, nuk e ka problem, ka deklaruar Saha, i cili ka luajtur te United gjatë viteve 2004-2008.